Mirdita, të nderuara zonja, të pranishme motra e kolege, të nderuara nëna dhe gra të dëshmorëve të lirisë. Ju faleminderit shumë për pjesëmarrjen tuaj sot në këtë takim të rëndësishëm, ku do të shpalosim punën tonë të palodhshme bashkarisht, që më 27 prill të triumfojmë me fitoren tonë bindëse të Bashkimit Demokratik për Integrim. Unë si koordinatore e këtij zgjedhje ju apeloj që opsioni më i mirë është ai e Bashkimit Demokratik për Integrim, se vetëm me këtë opsion dhe liderin ton Ali Ahmetin po ngritet dhe po avansohet femra shqiptare. Vota e femrës në këtë troje është shumë e rëndësishme dhe ne duhet edhe kësaj radhe të dëshmojmë në këtë. Ju përshëndes dhe ju faleminderit shumë për pjesëmarrjen tuaj sot.